Gjykata e posaçme shkallës së parë ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për Gjulio Vuskanin, i akuzuar si i përfshirë në masakrën e Dobraçit. Vendimi u dha nga gjyqtari Erion Çela, i cili rrëzoi kërkesën e të pandeurit për zbutjen e masës, duke pranuar argumentet e prokurorisë. Fillimisht ndaj Vuskanit ishte caktuar masa e arrestit me burg, por në 14 maj të këtij viti, me kërkesë të prokurorisë të çështjes Elida Kaçkini, masa u konvertua në arrest shtëpie. Hetimet e Spakut kanë nxjerrë dyshime se Vuskani ka siguruar automjetin tip Range Rover që u përdor nga autorët e atentatit. Ngjarja e rëndë e Dobraçit ndodhi në 30 tetor 2024, kur mbi automjetin me cilin udhëtonte Hamza Lici dhe Arlind Bushati u qellua me breshëri plumbash. Në këtë sulm mafioz, përveç dy shënjestrave, humbën jetën dhe bashkëshortët Bashkim dhe Flutura Basha, që kalonin rastësisht në vendngjarje. Dosja fillimisht u hetua nga prokuroria e Shkodrës, por u referua më pas në Spak për shkak të elementeve që lidhen me aktivitetin e një grupi kriminal. Hetimet për masakrën vijojnë ndërsa autorët kryesor ende nuk janë vënë në pranga.